Το είπα αυτό station wagon με τους κακοποιούς και το παρακολουθούν. Krino një familje emigrantësh shqiptare në Greqi. Një 45 vjeçari dënuar një herë në Korfuz, hyri ilegalisht në shtetin grek dhe vrau me thik bashortin e tij në sy të dy fëmijëve të vegjël, pasi nuk pranonte të divorcojë prej tij. Ngjarja ka ndodhur në Naft Plion dhe emri i autorit që është arrestuar nga policia nuk bëhet i ditur. Mediat greke sqarojnë se shqiptari ka vrarë me thik gruan duke qelluar në qafë dhe shpatull dhe krimi ka ndodhur në sy të dy fëmijëve. Ju lutem më ndihmoni, bashorti im më thotë se do të më vras dhe do të më marrë fëmijët. Këto janë fjalët e fundit që ka thënë 33 vjeçaria, para se të humbte jetën si pasojë e plagëve të thikës. Shqiptarja kishte frikë të bënte denoncimin në polici, pasi sipas fqinjeve, ajo dhe dy fëmijët e vegjël nuk kishin ndjenjë qëndrimi në Greqi. Banorët e fshatit ku ndodhi krimi e përshkruajnë atë si një njeri të mirë dhe punëtor. Ajo ishte shumë e mirë, nuk mund ta besoni dot. Ishte aq e mirë sa asaj të gjithë në fshat i besonim çelësin e shtëpisë. Ajo nuk e meritonte atë burr. Mediat greke sqarojnë se vrasësi ka qenë me president penal i dënuar në Korfuz për vepra të rënda, mes të cilave edhe për vrasjen e bashkëpunim të një kushërire të vet. Ai nuk lejoi të hynte në Greqi dhe për këtë i kishte kërkuar gruas të kthehej mbrapsh së bashku me fëmijët, por ajo nuk pranonte. Ai hyri ilegalisht dhe kreu vrasjen e bashortes.